Asambleja Kombëtare e Francës ka miratuar një projekt ligj që u jep të drejtën personave në fazat e fundit të një sëmundjeje të pashërueshme të kërkojnë ndihmë mjekësore për t'i dhënë fund jetës së tyre. Me 305 vota pro dhe 199 kundër, nisma mbështetet edhe nga presidenti Emmanuel Macron dhe pritet të kalojë në Senat për shqyrtim përpara një leximi të dytë në asamble. Synimi është që ligji të hyjë në fuqi deri në vitin 2027. Nëse miratohet përfundimisht, Franca do të bëhet vendi i 8 në Bashkimin Evropian që legalizon vdekjen e asistuar. Paralelisht u miratua dhe një projekt ligj që forcon të drejtën për trajtim qetësues për pacientët që vuajnë, të njohur si kujdesi paliativ, një nevojë që sot mbetet e paplotësuar për gjysmën e pacientëve në Francë. Ligji i ri do të aplikohet për pacientët me sëmundje të rënda të pashërueshme dhe kërcënuese për jetën, në fazë terminale, të cilët përjetojnë vuajtje fizike apo psikologjike. Pacienti duhet të jetë në gjendje të shpreh qartë dhe me vedije vullnetin e tij, ta konfirmoj pas 48 orësh dhe vetëm atëherë doza vdekjeprurse mund të administrohet nga vetë ai ose një profesionist mjekësor. Mjekët që refuzojnë për arsye etike nuk do të detyrohen të kryejnë procedurën, por pengimi i saj mund të dënohet deri në 2 vite burg. Ligji u përkrah nga Qendra dhe e Majta, ndërsa e djathta votoi kundër. Kryeministri François Bayrou, i njohur për bejësimin e tij katolik, deklaroi se do të kishte abstenuar, por nuk mori pjesë në votim pasi nuk është deputet.